Me keqësi ishin në parë, kështu mund të përkufizohet situata për banorët e komunitetit rom në qytetin e Shkodrës, të zhvendosur pranë zonës së Tepës, banorët e këtij komuniteti ankohen se pa ujë dhe drita. Askush nga pushteti lokal nuk kujtoi për këtë shtresë, teksa bën apel për më shumë mbështetje pasi jetojnë në kushte vështira. Kushtet vere, ja, themi kështu. Pa ujë, pa drita çfarë. As ujë as drita? S'ka. Nuk kemi, pa drita. Ja se kemi plaç kardjasht, shef. Më luar këtu. Që shkuj një zhvenosto? Që shkuj një zhvenosto? Sa ku ju bënë? Ai ka 2 muaj. Sa është shumë, jo pak. Sa familje jeni këtu? Ha, gjithë jo familje shumë, komplet. Kemi gjithë. Kemi 23 familje. A është interesu kush nga bashkia? Marrë mi pa. Nga ka rasni e buri që asni, kush ka asni çfarë. Vetëm jo i keni artëshin. Sa vështirë do jetesa? Shumë e vështirë, shikoni më burë. Qatë themi. S'kina as ujë as drita, thëmë? Po, ujë as drita. Si ja bani jetoni? Me sakrfica, ja. Shkojnë mushë me makina, për u. Që të bëjë? Ja fëmijë, qiru vërë. Atje ma ndryshe se patën ujë. Në ma qysh si keni orë s'keni as ujë as drita? Ja, ja. Janë rreth 30 familje që përballen me mungesë të gjërave elementare, edhe pse jemi në vitin 2025 dhe qeveria shqiptare pretendon të futet në Bashkimin Evropian.